Pranvera ka ardhur në krejt vendin, e ka ardhur edhe në Klin, posaçërisht një agod këtu ku jena momentalisht. Jam së bashku me njërin prej fermerëve më të zot kësaj jane, kështu më kanë thonë prej komunës Klinës edhe nuk më kishin gëny. Jam së bashku me zotëria Anton Lesha, i nderuar, përshëndetje. Faleminderit që ndojtë kohë në vrullin është ama të madh të punës. Përshëndetje edhe për ju. Mirë se keni ardhur. Çish po kaloni këtë ditë? E di që pranvera juve ju ringjall pak, ashtu ju shtin me punu pak më shumë. Pranvera është faza mbjelljes, misrit, edhe plenimi, trajtimet me baroje me herbicide e grunit. Afatet janë shumë të shkurta kohore, se koha pranverore ka qenë pak e vështirë. Një ka qenë kohë shumë e thatë dikur pa treshe, shira, bora ato, edhe na stagnoj pak me afatet kohore. Kemi mbet pak mrapa, po kryesisht jemi në përfundim. Më tregon sa tokë kultivon, edhe çka kultivon më shumë? Ne kryesisht kultivojmë më shumë të ushqim për kafsh, se kemi një fermë, kemi rreth 45 hektar lop, që mshtuar edhe për majmeri. Punojmë rreth mbi 6 hektar tokë, misër, grur, jonxh, të zakonisht ushqimin për kafsh, për fermë. Përmendë që kultivoni 60 hektar. Sa vështirë është me i dalë mbanë me përthaku që thot populli gjithë këtë tokë? Kemë më të vërtetë është pjesa se mekanizmi bujqësor na ka mbet pak i vjetërsum, është kryesisht i vitit 80-90. Kemë mungesë përkrahjes Ministrisë Bujqësisë për grande, ku zakonisht grande përshkojnë të njerëz që kanë kapital, e nuk punojnë shumë bujqësi, o na që punojmë nuk kemi shumë kapital, ku duhet të bëllë shumë me kredina me kamata shumë të larta. A do të thotë kredia apo mbetet ashtu i vetmi opsion për me mrri me ja dalë në banë me kultivu gjithë këtë tokë? Në fazat të investimit, kredia është i vetmi opsion, do të se kamatat e nuk është shumë të larta, tash pak janë ulë, po prapë për farmerin janë shumë të larta. Duke po dhe bë krahasimin në rreth interes, për shembull, sa është bujqësia është e përkrahur në këto gjanat, çmimet shumë të larta furnizimit, naftës, plena kimike, farna ato, kamatat shumë të larta, atëherë edhe fitimet janë shumë të ulta. Të përmendë që e ke edhe fermën, po besoj që shumicën e produktit që e nxjerr prej tokës e shfrytëzon direkt pastaj në fermën tënde. Sa po mrin me të ndihmu kjo? Po ne për fermë ushqimin nuk blejmë, as gjë kultivojmë gjithë. Po. Me drithrat, me silazh, misrit, jonxh, se këto i kem produktet që i kultivojmë. Produktet ju, ja. Produktet tona. Ashtu po ja arrisim pak se me i me blet gjitha nuk del. Nuk del. Nuk ka llogari. Sa është e leverdishme si punë? Sa ja vlen me se kuptohet puna në qoftë për tokë, qoftë në fermë atje, është goxha lodhës, është goxha mundimshme. Është mundimshme, po s'kem opsione tjera. Janë gjëra që kemi investuar, pas 25 vite pas lutës kemi investuar në këtë profesion. Edhe atëherë nuk kem opsion tjetër, na ka mbet veç bujqësia. A është e mjaftueshme fitimi që del prej bujqësisë për me pas një jetë të paktën mesatare, ashtu që jemi mësuna, që jemi shumica e dërmuese e popullit? Viteve të fundit i ka ardhur vlera i që bujqësisë, si qumshtit, dritë, nave këto, pak i ka hyrë vlera. Viteve të fundit është pak më mirë, është e leverdishme, është si ma kapse. E morëm vesh që punon bashkë me djalin, a ki edhe punëtor tjerë, apo është veç biznes familjar? Kam një vëlla më të madh se vetën, ajo është menaxher i fermës, unë menaxher mjete e bujqësisë në teren, ai menaxher fermën. Ai veç fermën atje? Po ai është pak më shumë ka ferma, sa është përgjegjës për fermën. Unë me djalë, kemi edhe punëtor që po duhet me... Sigurisht, e gjithë kjo punë nuk është e mëshme me u realizu ndoshta vetë. Kur është koha që keni mas shumë të punë, ju bujqët? Po më varësisht, tek bujqësia është sezonale, pranvera është koha mjelle misrit, po na me fermë kem pak ma shumë punë se kem ato kumbajet tona, kem korin e grurit, sezonën korrikit, atër kem gushtin, fundin e gusht fillim shatorit, korja silazhit misrit, që bat. Vjeshta prap vjen koha mbjelle e grurit, do anë se Mbjellë e korë. Mbjellë e korë, kur gjatë jetës. Qështu është kjo, jeta e një farmeri. Patjetër. Sa, du me të pytë tash diçka pak
jashtë kësaj pjesës të punës, jashtë lodhjes, jashtë tyne. Sa ka kënaqësi në këtë punë, qoftë edhe veç me e kalu një ditë në këto ambiente kaq të bukura, larg zhurmës qytetit, larg pluhurit, larg gjithë atij stresit që ta jep jeta urbane. Është kjo kënaqësi, është fshati ka atë kënaqësinë e vet, natyra, bukurinë e vet. Edhe pse ka lodhe, po, ka pra bukurinë e vet, është kënaqësi. Du të më marrë me një gjanë që merresh, një profesion që e donë me të vërtet është kënaqësi. Në bujësinë e kam dashur, pi para luftë kam punu me bujësi, po mas luftë e kem bo biznes. Para luftë e kem pas për familja si ushqimore, me sigur ushqim, po pas luftë e kem bo biznes. Atë kur të merresh me një biznes është pak ma përgjësie, pak ma kënaqësi, është ajo pjesa e kënaqësisë. Sigurisht. Do thotë edhe pse ka lodhe ka edhe kënaqësi, prapë se prapë është. Lodhet janë ditën, brame shkojmë pushojmë, bim edhe nuk kem obligime, thoya sigur dikush tjetër ka, kur shkon me flenë gjumë, e menon qysh me dal nesër, se thonë na bim me flenë, pushojmë për nesër, jena të lodhshëm. Lodhja është veç fizike, nuk ka ndaj lodhje, ndaj stres i madh ashtu. Pa, zakonisht kur është sezona, koha, mbjella tonë pak më ngarkesa, po kryesisht e mirë, është e kalueshme. Faleminderit shumë që mbajtë. Faleminderit edhe jush.